Për vitin akademik 2026-2027, Universiteti i Shkodrës Luish Gorakuqi vjen me një ofertë akademike të zgjeruar në të dy ciklet e studimit, në nivelin bachelor dhe në nivelin master i shkenca dhe master profesional. Risi për shembull në ciklin e parë të studimeve do jenë edhe programet në gjuhë të huaj, në gjuhën shqipe, gjuhën italiane dhe gjuhën angleze. Pra do jetë aktiv në tetorin e këtij viti, fal fuqisë tërheqëse të tregut të punës, informatika, janë programet e lëndëve paraklinike dhe klinike, infermieri, fizioterapi, janë programet të tjera të studimit që lidhen me edukimin fizik dhe sporte, me psikologji, punë sociale. Megjithatë, unë përfitoj nga rasti të bëj thirrje maturantëve që të zgjedhin programet e mësuesisë. Ne besoj që po punojmë fort në aspektin e ndërkombëtarizimit, sepse tashmë edhe mbështetur tek dokumenti i politikave 2025-2030 ndërkombëtarizimi metet shtylla kryesore e institucioneve të arsimit të lartë në vend.